Në fshatin Gjonajt e Asit, mes qetësisë së maleve dhe traditës së vjetër të mjekësisë popullore, jeton Eles Brahaj. Një emër që viteve të fundit është bërë shpresë për shumë njerëz me probleme në unazat e qafës dhe boshtin korrizor. Rrëfimet për të nuk kanë mbetur vetëm brenda zonës. Ato janë përhapur në gjithë Kosovën e Megjerë. Ai tregon se në derën e tij kanë ardhur pacientë që mezi lëviznin, disa me paterica, disa të përkulur nga dhimbjet, e sot ecin shëndoshë mirë. Dëshmit janë të shumta. Ndër ta përmendet edhe figura e njohur politike Xhavet Haliti, ish deputet dhe mbajtës i shumë pozicioneve të larta në PDK, i cili sipas Elezit kishte gjetur lehtësim e shërim të plot pas trajtimeve të tij. Ky është rrëfimi i Eles Brahajt, një histori që ngërthen traditën, përvojën dhe shpresën e njerëzve që kërkojnë shërim, aty ku mjekësia moderne nganjëherë nuk ka përgjigje. Xhavet Haliti ku ka ardhur, shkurt të sapi ka ardhur me pasojë gjithmonë, me dhimbje. Ka ardhur këtu, unë i rasti më prit pak ja 10-15 minuta, se kishte një pacient përpara atina, atje u detyrova, tash apo ju më prit tjetër se po që mjekësia nuk po ndallim jo pesë këto e vetone. Qysh më vinë në radhë, duhet mi krye. Edhe atje drejt me kalzu, e shtina, je bona masazhen, e deva ma të gjellën, hinën intervenim, ja kom qitë unazë në vend, sot Xhavet Haliti nuk ka përshej, për këtë profesionin të për unazë, se dikush vunë për unazëve qafës, dikush vunë për ermis diskale, apo të nejo. Tash varet ku është problemi, a është të qafa, a është të boshti korrizore. Më konë të boshti korrizore, dikuj e blokon komën e majt ose djathën, a kupton ajo. Mi bloku të dyjet, të dy komët, mund është marrë dhe të intervenimi kirurgjik, a kupton ajo. Po intervenimin kirurgjik unë nuk e bëjnë, e bën mjeku ata. Apo këtë nejo. Qëtone, ata thojnë qysh mund është me nxjerrë mishin me sunozve. Ajo është praktika jeme qysh moj, e nxjerri, e boj, edhe i qes në vend edhe mos ka më pas problem kur. Ndër zërat që dëshmojnë punën e mjekut popullor Eles Brahaj është edhe Xhemail Shala nga Lipjani. Ai rrëfen se për vite me radhë ishte përballur me dhimbje të forta në unazat e boshtit korrizor. Saqë ecja dhe puna e përditshme ishin bërë thuajse të pamundura. Por pas trajtimeve tek Elezi, Shala thot se sot lëviz lirshëm, punon pa asnjë pengesë dhe është rikthyer jetës normale. Ky është vetëm një nga 10 tregimet që flasin për ndikimin e këtij mjeku popullor. Unë Xhemail Shala, nga Lipjani. Kom pas probleme me unaza. Jam shku te mjeku. 6 muaj ditë kom pas probleme me unaza. Jam shku te mjeku. Kom bo fotografim. Kom përdor terapi të mjekve. Lloj. Sfida sot dush për mu. Mi po dhinta e madhe. Kom përdor injeksione diku rreth 50 injeksione mana 6 muaj ditë i kom përdor. Shko te një mjek në operacion. Shko te tjetri njëjta fjalë, shko te tjetër njëjta fjalë, do të thonë 3 mjek. Edhe u binda në fund me hi në operacion. Mi po vendosëm me shku në Shkup mu operacion. E kam një vend ku dal pi kafe në Lipjan, i ka diku 400 metra. Unë i kom bo 15 minuta deri sa më shku aty. Jo që është larg ajo kafe, 400 metra. Mi po unë nuk kom mujnë nga dhinta e kamës edhe e unazës. Se aty është ofër 2 minuta rrugë. Kom besu veç mjekësi. Mas 2 muaj e gjyqën taku me një tjetër. Do me thonë, edhe ai mi ka thonë të njëjtat fjalë për to. Edhe jam marrë këtu. Kur jam hinë këtë derë, jam hinë si robot. Mas që 15 minuta, do me thonë, terapin që ka mo kë, unë jem dollë nga kjo derë të vrapu. Më ka shtiru, do me thonë, për 15 minuta. Asë s'kom pas nevoj me hinë operacion, as kur gjo më hinë, nuk përdojri mos sanë, injeksione mos kote une. Se jam mirë, dhe më thonë më ka shtiru, tash punoj pak kufra problemi, folë zotit edhe Eles Brahajs, une sot jam mirë. Një tjetër dëshmi vjen nga përparimduraj, nga fshati Romaj. Ai tregon se kishte shkuar tek mjeku popullor Eles Brahaj në një gjendje të tmerrshme, i rënduar nga dhimbjet në boshtin korrizor dhe i pa aftë kryente punën e tij të përditshme.
por, sipas tij, vetëm pas një seance trajtimi u ndjej i lehtësuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Sot, ky i ri është rikthyer sërish në punën e tij në ndërtim, duke lëvizur pa dhimbjet që e kishin thuajse paralizuar më parë. Përshëndetje, jam përparanduar nga fshati Romaj. Kam pas problem me nazë, me shpinë, me gojë, me kret. E marrë të Eles Braha. Sot jam mirë, dje më kanë shumë keq, ngën për më kërë, sot jam marrë vetë. Kam pasën me nazë, me qafë, gojë, dhe më në kreti ka hinë dhimbta, kuka. Sot jam mirë, dje më gjesh, sot jam shumë perfekt, s'kam nevojë më bo mo terapi. Dhe më me terapi më ka met, jam në rregull. Jam kanë në gjakovë të mjeko, nga thonë ki problem me nazë, me kryqe, sot jam që mirë. Përnoj dhe të më të ri, ka punë trona, mirë, jam i fort jam. Dje, kur jam ardhë, as 2 kg, 3 kg, s'ku mund të më që peshë ranë, s'kam nevoj me në pëllu, më bo rena, se është e vërtet, kush dënë, mund në më ardhë me këqyë, me përvu, me testu, jam i knaqen për stepi së më ka një mu shumë, më ka bo mirë, kush o nevoj, lazëm, mund në më ardhë me përvue. Se i bën mirë, është një sanë që bën mirë, nuk o rena ka gja. Ata asha nuk besojnë, mas pore nuk besojnë vetë vetës ata, edhe provokon të zba më konë, ai që o nevojshëm, ai që o lazëm, për me shnosh trupin e vetë, mund të më ardhë me përvu, shka do të tatë minët gati terapis ti, që jo sot pënova, sot u shlerova, njëse për kapi, për dalë për kapi rando, se për bojnë dishka, kjo do të mjellon pak vetit loft, më përshu, një javë dit, një muj, disa ta merë vetën trupit, binu nësë, kyqet në vend, edhe që kjo është shërimi ty, për një dit nuk shërohet kërgja. As për 24 orë nuk shërohet kërgja. Shkort, do të më bo pak terapin, ma ga qysh 7 milionet fjellve, karshe, edhe më dali sukseshëm.